Të dashur shikues, tashmë do të lidhemi me kolegën tonë, Nora Gjuzi, do flasim për DokuFestin edhe partnerët e saj që kanë reaguar te shkurtimit të fondeve të këtij edicioni të DokuFestit. Për këtë arsye, Nora ka mysafirët e saj pranë aty dhe do të na tregon më shumë detaje rreth kësaj problematike, po njëkohësisht edhe rreth i gjithë manifestimit kështu të edhe përgatitjeve që po bëhen për DokuFestin. Nora, po të përshëndesim. Përshëndetje, Nora. Përshëndetje, Edi edhe Lidiana. Diçka urxuhat në studio të ju, ashtu që shë ndëgjova, po të na urxë diçka në rregull. Edi po të nëcoj këtë problematikën që sot pra DokuFesti ka dalë me një letër të hapur pikërisht për atë që po njihet edhe si shkurtim i buxhetit, pra subvencionit që së fundmi janë ndarë nga Komuna e Prizrenit. Ka pasur shumë pakënaqësi nga organizata të ndryshme dhe disa të tjera që së bashku kanë arritur ta shkruajnë. Kujtojmë që ky është viti i dytë që DokuFestit tashmë po i shkurtohet buxheti. Kjo dihet pra që do të ketë një impakt negativ, duke e ditë që DokuFesti ka shumë prurje edhe të reja, por është edhe një ndihmës shumë e madhe për qytetin e Prizrenit. Se kanë pritur drejtuesit e DokuFestit këtë vendim, çfarë do të ketë më tutje dhe a ka nisur përgatitjet për edicionin më të ri. Pranë vetes kam Linda Lulla dhe Alba Çakalli, me të cilat do të bisedojmë në detaje për gjitha këto. Linda, po fillojmë me juve. Kemi pasur reagimin, si keni arritur që të dilni me këtë reagim dhe si keni pritur ndarjen e buxhetit kaq të vogël për këtë vit të DokuFestit nga ana e komunës? Po, është viti i dytë me rastit e cekët që Komuna e Prizrenit, duke rrit shumën e përgjithshme në drejtorinë e kulturës, po e zvoglon buxhetin e DokuFestit. Shuma maksimale për organizatat kulturore në lotin 1 ka qenë 130.000 euro. Ne kemi apliku me atë shumë edhe na është ndarë 50.000 për këtë vit. Janë disa spekulime që po fliten që DokuFesti ka marrë gjysmë milioni, 500.000 euro nga komuna për këto 4 vitet e fundit. Nuk është e vërtet. Çdo vjet, do me thonë, vitin e parë kemi marrë 40.000, vitin e dytë 70.000, vitin e kaluar 70.000, si vjet 51.000. Neve po na intereson pse po zvoglohet buxheti për një festival i cili zgjat 9 ditë, i cili e feston edicionin 24, edhe që nuk ka nevojë më u dëshmu sa i suksesshëm është. Pikërisht. Alba, kisha kalu tek ju. Po kërkoni rishikim publikimin e kritereve edhe në mënyrë urgjente të rishikohen edhe një herë gjitha procedurat që ka pasur në dhënien e subvencioneve këtë vit nga ana e komunës. Çka saktësisht do të ndërmerrni në këtë pikë për të kërkuar më tepër llogari? Po, në fakt, kjo është letra e hapur që është publikuar sot, ku ne i kemi ftuar edhe organizata tjera, jo vetëm të sektorit kulturës, po ka edhe sektorit sportit, po edhe gjithashtu edhe sektorit rinis, të komunës së Prizrenit që operojnë këtu gjatë krejt vitit, jo vetëm ne si organizatë që kemi qenë pjesë e kësaj letre të hapun, edhe sot në mëngjes e kemi adresuar dhe kemi dërguar në drejtorinë përkatëse, drejtorinë për kulturë, rini dhe sport, edhe gjithashtu edhe kemi, për shkak se letra kërkon sqarim publik për me mujt me i tregu arsyet se cilat janë arsyet se pse ka vendos në uljen apo në disa organizata ka edhe mungesë të sigurimit të fondeve ndaj tyne. Gjithashtu kemi kërkuar edhe publikimin e kritereve edhe publikimin e antarëve të komisionit edhe arsyet e tyne se pse antarët e komisionit kanë vendosur me publiku këtë farë llojin e listës për vitin 2025. Si dhe natyrisht që kemi kërku me urgjencë që kjo çka po kërkojmë ne si përfaqësues të shoqërisë civile, edhe si përfaqësues të komunitetit artistik, rinor dhe sportiv të komunës së Prizrenit, që me veprat tona e kemi dëshmuar që jemi aktiv edhe kontribuojmë në shoqërinë tonë, kemi kërku shqyrtimin me urgjencë të komplet kësaj procedure për vitin 2025. Para se të kaloj tek ajo se sa do ta dëmton DokuFestin, keni pasur pritshmëri që do të keni shkurtim të buxhetit për këtë vit? Natyrisht që
Dokufesti ka operu në këtë rast, nëse flasu në vetëm për Dokufest. Do me thonë, letra e hapur është hapi i tretë me radhë që na po e marrim gjatë komplet kësaj periudhe 3 javore që jemi të shku të komuniku, në fakt jo të komuniku, po ne po flasim edhe mdo këtë anën tjetër nuk po ndëgjohemi. Për shkak se kur kemi dalë me reagim, Komuna e Prizrenit vetëm e ka publiku një status jo relevant me reagimin tonë se çka kemi kërku edhe shqetësimin tonë që kemi adresu. Mandej kemi kërku prap llogaridhënie në mënyrë publike nga drejtoria përkatëse për me na tregu arsyet, përderisa buxheti për komunën po rritet, për drejtorinë e kulturës, rinisë të sportit po rritet, pse po zvoglohet shuma e subvencioneve të festivalit më të madh dhe më të rëndësishëm në rajon. Edhe tashti, derisa s'kemi marrë përgjigje konkrete dhe të hapun nga ana jonë, ne i kemi dërgu letër të hapun, që është hapi i tretë me radhë drejtorisë përkatëse sot, edhe sot kemi dalë me publikimin në rrjetet sociale. Të gjitha organizatat të cilat janë deklaruar se po pajtohen me shqetësimin që i kemi si komunitet këtu në Prizren. Linda, nëse jo në mënyrë zyrtare, deri tash nuk keni pas një përgjigje, keni mundur që të përdorni mekanizma tjerë për ta gjetë përgjigjen e gjithë kësaj problematike? Po, ky është një mekanizëm me të cilin ne po dojmë me vazhdu, do me thonë, me na dhanë një arsyetim të qartë, se edhe mi publiku të gjitha komentet e komisionit. Pse komisioni ka vendosur që ta ul shumën Dokufestit edhe pse mos mi përkrah shumë organizata tjera të cilat veprojnë në Prizren. Çka kanë qenë arsyet? Përderisa që shqetëseki Alba po rritet buxheti, pse disa organizatave nuk i jipen fondet, edhe pse festivalit Dokufest po i zvoglohet buxheti. Sa e ndëshkon Dokufesti në shkurtimi i buxhetit për këtë vit? Po ne kemi me qenë të detyruar me zvoglu programin. Ne kemi kërku ndihmë edhe prej bashkëpunëtorëve tanë ndërkombëtar, të cilit po na përgjigjen në mënyrë pozitive. Edhe ata po shqetësohen se çka po ndodh në komunën e Prizrenit. Por definitivisht duhemi ta rishqyrtojmë edhe një herë buxhetin nëse nuk do të ketë reagim nga komuna edhe nëse vendimi për Dokufest edhe për organizata tjera nuk rishqyrtohet, ne do të duhet ndoshta edhe ta zvoglojmë programin e festivalit. Alba, prej gjithë kësaj, priti një përgjigje, një veprim pozitiv nga ana e komunës, duke qenë se Dokufesti tashmë është bërë ndoshta edhe e tepër që gjithmonë e ponderojmë që është identiteti i komunës së Prizrenit. Ndoshta në anën tjetër është dashur që tipet një mbështetje ndoshta edhe më e madhe se buxheti ekzistues dhe jo të zvoglohet. Cilat janë pritshmëritë për këtë? Natyrisht që na shpresojmë për një bashkëpunim. Do të thonë Dokufesti ka qenë Dokufesti është një prej festivaleve më të vjetra që operojnë në komunën e Prizrenit, edhe ka punu me secilin kryetar edhe me secilin, do të thonë, me secilin kryetar ka punu edhe qysh prej periudhës së mas luftës. Po. Edhe Dokufesti, që tha edhe Linda, ka dëshmuar shumë mirë çfarë impakti ka, çfarë rëndësie ka, sa e ka shty përpara komunën e Prizrenit, edhe sa e ka bo një promovim masiv në botë, në sektorin ndërkombëtar. Me atë sa e dim, nuk ka pasur asnjëherë më dyshim mbështetjen për Dokufestin edhe nga gjithë kryetarët që kemi kaluar. Edhe na besojmë edhe shpresojmë që komuna ka me i marë parasysh shqetësimet tona, edhe ka me i marë parasysh kërkesat tona, për me mujtë prap me u listu si partner strategjik edhe afatgjat. Për shkak se përfituesi më i madh në ton këtë investim që e bën Dokufesti është komuna e Prizrenit. Edhe natyrisht që me uljen e fondeve për vitin e dytë me radhë, do të thonë krahasim prej vitit kaluam, neve po na intereson se cili mundet me qenë mesazhi i komunës Prizrenit, mandej për komplet mbështetësi tjerë të cilët e suportojnë Ka rrezik këtu që tërhiqen edhe ata? Varet, po mendoj, nuk është fjalë për me u tërheq në aspektin për mbështetjen të cilën veç e kemi deri tash. Po, përderisa shembull donatori jon kryesor që është SIDA, është
Swedish International Development Agency. Për derisa ata na kanë suportu për 3 vite me radhë, edhe tashti na e kanë besu neve punën tonë, që ka bojmë na gjatë krejt vitit, edhe sidomos me festival, edhe kanë marrë kështu, të them, një farë vendosmërie për me na suportu edhe 5 vitet e ardhshme, e cila na tregon edhe një siguri organizative dhe financiare, edhe për të cilët nuk janë përfituesit kryesor direkt. Po. Të komplet këtij aktiviteti edhe komplet organizatës tonë, atëre neve po na intereson çfarë mesazhi don me dhon Komuna e Prizrenit, e cila suporton vit për vit, çdo vit Dokufesti aplikon prej fillimit, edhe vjen puna që mas 24 viteve e ul buxhetin për subvencione nga ana e DKRS-s. Linda, çka nëse nuk do të kemi një përgjigje? Ne vazhdojmë, e bëjmë festivalin. Vitin tjetër e kemi 25 vjetorin, Dokufesti s'ka mundal, Dokufesti veç mundet mu bo ma i mirë edhe ma i ma. Kështu që qështa edhe Alba, komuna duhet me i rishqyrtu veprimet e saj. Zyrtarët e komunës, sidomos në DKRS, duhen me adit vlerën e festivalit, jo vetëm Dokufestit, po të gjithve, po duhet mu bo edhe një farë rendi, se kush operon që sa vjet, kush sjell ma shumë turista, kush sjell dobi ekonomike ma shumë për komunën e Prizrenit, edhe basta saj të ndohen edhe subvencionet. Ne vitin e kaluar kemi bo ulëmtimin e impaktit ekonomik për komunën e Prizrenit gjatë 9 ditëve të festivalit, i cili është bo nga GAP-i, Instituti GAP, edhe tregon që impakti është 4.1 milion euro për 9 ditë. Atëre, sa përqind i bjen që komuna po na suporton basta saj shumës? Po. Është shumë pak, edhe ky vendim duhet mu rishqyrtu. Unë ju falenderoj shumë. Këto ishe në minuta që i kishim të rezervuar për këtë bisedë dhe po shpresojmë që ndoshta komuna të dëgjojë edhe të marrë një vendim të dur, pasi që javlen Dokufesti është identiteti i qytetit të Prizrenit. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda me 2 të ftuarat e mia. Për sot biseduam për shkurtimin e buxhetit të Dokufestit. Pas një bloku marketingu, ne do të kthehemi sërish në studio për të vazhduar emisionin e pasditës.